Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin, me që kam dalë që në pikë të mëngjesit. Atëherë, sot Adriana ka ditëlindjen, kështu që mu rrit goca u bën 9 vjeç, pra mbush 9 vjeç. Me që ajo është një fëmijë i thjesht, kur themi i thjesht, do të thënë është një fëmijë që nuk do festa, nuk i ka shumë qejf rrëmujat, unë që kisha menduar tjetër gjë, ajo nuk kishte dëshirë. Edhe do ta festojmë vetëm ne të shtëpisë, ajo ashtu ka qef. Disa tollombaca, pra nuk do shumë, edhe nga këto tollombacat që unë vit për vit i kam pas porosit, por këto që janë për dekoret e festave, nuk do. Kështu që kam marrë disa tollombaca, do t'i frym që të lujt kënaqet, edhe patjetër tortën e kam porosit. Do ta marr, do të marr edhe disa ëmbëlsira. Po do të bëhet disa puna aty në shtëpi, kështu që do shkoj, do marr disa lule. Ajo ngorth për lule. Do t'i dhuroj dhe Fatmira i ka ble lule. I kanë makinën e vet. Do t'i marr një arush edhe lule. Atëherë, e vendosa atje ma tan telefonin tek ajo mbajtësja, që kam vendos tek xhami makinës, sepse po e shikoja video që kisha bërë, do të thënë nga afër, s'kan dalë, kishin dalë çdo gjë shumë e zmadhuar. Nejse, makinën e kam fik. Sepse këtu ku janë tek lagja e re tek shtëpia, duke qenë që aty janë duke punuar, dhe t'ju them të vërtetën sinqerisht jemi lodh. Pse jemi lodh? Sepse kemi shumë persona që do me thënë duhet që puna të bëhet zinxhir, por disa nuk vinë, na kanë vonuar, kanë punërat e tjera dhe është zgjatur dhe është përzgjatur shumë. Janë disa punime që dua t'i mbaroj se s'bën. Ajo që dua është që kemi marrë do me thënë këta të dritave, të energjisë elektrike, që duhet të vinë se s'bën për punën e sahatit, po na vonojnë shumë, duke qenë që pas ka një procedurë të gjatë dhe ne nuk e dikemi. Dhe nejse, por që po na vonojnë, po na lodhin, dhe sinqerisht me Fatmirin jemi lodh. E kam fjalën që nga shumë njerëz, sepse shkojnë edhe në punat të tjera, dhe këta që punojnë, edhe këta që vinë për të bërë disa punë të vogla tek shtëpia, duke qenë që i neglizhojnë, neve duam që t'i mbarojmë, se duam të hymë në shtëpi. Kaq. Megjithse nuk do lëvizim, e kam thënë dhe po e rithem, nuk do lëvizim pa mbaruar gocat shkollën, do t'jemi tek të dyja shtëpiat, edhe nëse shtëpia e re do të mobilohet, do me thonë prap, neve nuk do shkojmë të jetojmë. Mund të shkojmë për qef do një natë, por do të qëndrojmë po tek shtëpia që jetojmë tani. Dhe çfarë doja të thoja tjetër, kam veshur këtë gunën, po kam marrë këtë xhaketën me pupula ose pupla të rozën për ta kombinuar me fustanin roz. Tani shkojmë blejmë arushin edhe lulet. Dhe ja lulet për Adrianën me fjongon roz. Ajo më ngjan mua për lule ngorth, po unë nuk duhet t'i vendos këtu sepse kam frikë mos mi thaj dielli, dhe dua t'ju tregoj. Do ta heq këtë se bën vap, edhe do t'ju tregoj edhe çfarë mora. Atëherë, këtu i kam marrë një bërzilik serm, është shumë i bukur, nuk po e hap, është shumë i lezetshëm.
Ja kam bërë një kombinim me vëthët. Edhe këta rushin. Që e sigur që do flej gjumë me këtë. Me që Adriana ka shumë arusha. Argita i bën shpesh dhurata arusha. Edhe unë i mora këtë rozin e vogël, po kam bërë një kombinim. Jam bërë roz sot me xhaket, me arush, me të gjitha, me lule. Tani nisemi për në shtëpi. Ja qojmë Adrianes. Vendos dhe shkëtu. Nuk ju tregova qa i ka marrë Fatmiri, se harrova t'ju a them që ma dha me veti. Ka shku, Fatmiri ka lexu, për ta paketu jo, po ka lexu që këto makinat këtu ishin për vajza, do me thënë, dhe thoshte për vajza dhe dje, dhe ishte kjo këtu, burrat, edhe lule, edhe ka marrë këte makinë, po kjo është me kështu, do me thënë, me ato telekomandat që i komandon. Nuk e dia duket, do me thënë me këto, që për momentin s'po më vjen në mendje se ato PlayStation është. Edhe është me karikim, e ka marrë të kuqe. Por ma dha që shparë, që ku isha të shtëpia, sa thët mirë shke shtëpia, edhe më tha mua merr këtë të pakten, këta dhe nisemi për në shtëpi.
Erdha tek Pepko për të parë çfarë kanë sjell dhe më bëri përshtypje ky jasteku këtu, shumë i bukur me këto lulet. Dhe voilà, bëra dhe pak pazare, fruta, perime, zarzavate, këtu kam grirë pak sallat, kam grirë, sallat jeshile, banane, speca, të gjitha i kam marrë, boronica e portokalla, tjetër, këto boronicat më pëlqyen, për t'ju ja tregu, më pëlqyen shumë, ishin shumë të mira, lule shtrydhe, mora dhe disa erza, këto erzat e njomta, nenexhik, koper, majdanos, që unë i përdor shumë shpesh, nuk e dija e thash mora domate. Domethënë nuk është që bëra pazare goxha, pik, por bëra mini pazare, këto që janë të freskëta, pra që ne i marrim këtu në pazar që bëhet çdo javë. Ktheva edhe tek Sephora, po mora edhe një palë pantallona për vete, për t'ju ja tregu nga Leni. Janë pantallona të bardha, pantallonave unë i kam edhe jelekun e bardh dhe atëhere nuk e gjeta, do me thënë numrin e pantallonave, e gjeta këtë herë dhe thash t'i bëj set. Këto pantallonat këtu kanë një prerje fantastike tek beli, nuk e di si sa duken, por tek beli janë shumë të bukur, janë të kthyer, do me thënë qemeri lart është i kthyer nga jashtë edhe më pëlqyen. Do t'ju tregoj edhe çfarë mora tek Sephora, disa gjëra që më duheshin. Mora një rimel, mora një kalem të zi, por kalemin ma ka bërë gabim, ma ka dhënë kafshë që më duhet ta ndroj, po mora edhe shampo për volum, për dorë të dyja, dhe këto janë nga Moroccan Oil, gjithashtu dhe maska që e përdorin edhe gocat, dhe këto ishin dhe blerjet, po kam edhe tamponat që janë për të pastruar make-upin. Dhe këto ishin blerjet që unë mora tek Sephora, edhe këto pantallonat, pra si që ju tregova. Do të shkojmë në kuzhinë dhe do të bëjmë një cake të thjeshtë.
Erdhëm në fund të videos. Unë do ta mbyll videon për arsye sepse neve do dalim, po presim që të vi Fatmiri sa të bëj dush, time book. Kam bërë pilaf me mish viçi në furrë sot. Kam bërë, do me thënë, mishin e kam skuqur, kam hequr nga furra, po kam me pilafi sepse i kam bërë veç e veç, dalin shumë të shishme, pastaj i bashkoj dhe i le dhe 5 minuta bashk. Po patjetër orizin me lëngun e mishit, Edhe po të shikoni ora është 3, nuk e pash mirë, 3 pa i qerek, sa të vi Fatmiri, pra do të dalim, po presim të na vi. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.